kush është ky njeri kaq i bukur? Dhe dikush i do të na thotë, ai është Muhamedi. حاشاك يا حبيب الله حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë xhelle u ala madhërojmë, për Allahun te bareke ve teala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun xhelle u ala, ashtu siç e falenderoi ai veten e tij ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tha: Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Falenderimet i takojnë atij, pra Allahut i cili krijoi qiellin edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për të dashurin ton Muhammedin, të birin Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alej, atë pejgamber të cilin e zgjodhi Allahu xhallahu ala si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu xhallahu ala kishte për t'ia thënë njerëzimit. Dhe më pastaj, o ju robër të Allahut, momenti më i bukur në ditën e Kiametit është momenti kur Allahu xhallahu ala do ta përgëzon ndonjërin prej nesh me hyrje në xhenetet e larta të Allahu xhallahu ala. Në atë moment, o ju vëllezërit e mi, kur do të vendoset libri i veprave në të djathtën e robit dhe do thot ha umqra'u kitabia, e njerëz, e jeni dhe lexojeni librin e punëve të mia, inni dhanantu anni mulaqin hisabia, se unë e dija dhe isha i bindur se një ditë do ta takoj këtë ditë të madhe pra Allahun xhallahu ala. Vazhdon Allahu xhallahu ala dhe thot fa huwa fi 'ishatin radiya, dhe ai do të jetë në xhenetet e larta, atje ku do të kënaqet. O vallahu im, që ditën kur të kalin nana dhe deri ditën kur do ta takosh Allahun xhallahu ala, nuk ka dëgju vesh i diçka më të madhe sa ai moment kur melekët e Allahu xhallahu ala do të thon filani merreni dhe çojeni në xhenetet e Allahu xhallahu ala. Do të më marrin mua apo do të më të marrin ty, o vallahu im? Do të na marrin së bashku inshallahu taala me laqet për të na dërguar tek dera e xhenetit të Allahut, derë për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ma bejne masra'ajni min masari'il gjenne, ma bejne Mekkete wa Busra. Thot çka është mes dy dyrëve të xhenetit, është largësia sa është Mekkes edhe Basrës, pra afërsisht me 1000 kilometra, ju vëllezër, derë e madhe. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të jenë një moment, nuk do të ketë vend për njerëzve për gushbës të madhe, që njerëzit përpiqen që të hyjnë në xhenetet e Allahu xhallahu ala. Atje, o vallahu im, ku do të jem unë dhe ty inshallahu taala, do të na presi tek dera dhe porta e xhenetit të Allahut melekët e Zotit xhelle xhelalu, të cilët do të na thonë selamun aleikum bima sabartum. Paqja dhe mëshira Allahu, pra selami qof mbi ju njerëz, bima sabartum, për atë që bët sabër dhe durim në dunja. Po ju vëllezërit e mi, që në momentet e para kur filluam të falim 5 kohë namaz, filluam familjarët që të jenë kundër nesh, por ne bëm sabër, melekët e Allahu do të na presin në xhenet dhe do të na thonë selamu aleikum, se ju bët sabër atë ditë kur fillua të faleni dhe njerëzit folnin për ju. O ju vëllezërit e mi, rruga i moralitetit dhe rruga e harameve është e hishme, është joshëse, por ne të gjitha ata i lam për hatër të Allahu xhallahu ala, bëm sabër dhe durim ndaj rrugës të mëkateve dhe gjunaheve, por atje tek porta e xhenetit të Allahut do të na presin melekët e Zotit dhe do të na thonë selamun aleikum bima sabartum, paqja e Allahut që mbi ju se ju bët sabër dhe durim. Ti o motra ime, e që e ke vendos mbulesën për Allah xhelle xhelalu, është nxehtë, është vështirë që të mbahet mbulesa në këtë ditë, por mbi atë flasin familjarët e tu, e të flasin njerëzit dhe shoqet e tua, por ti ke vendos që ta vendosish flamurin e Islamit mbi kokën tënde. Bën sabër o motër, se do të vjen atje në atë ditë tek porta e xhenetit të Allahut, ku melekët do të presin dhe do të thonë selamun aleikum bima sabartum, paqja dhe mëshira e Allahut që mbi ju se ju bët sabër. Dhe pas asaj ju vëllezërit e mi, do të vendoset kamba e djathtë çdo njeri prej nesh në xhenetin e Allahu xhallahu ala. Atje në atë moment, o ju vëllezër, do ta shijojmë një kënaqësi dhe një rehati dhe një rehatllëk që nuk e kemi shiju para asaj dite. I kanë thënë Imam Ahmedit, o imam, me të raha,
kur është rehatia, kur do të rehatohem jo imam? Tha bi awwali qademin yada'ahu al-mu'minu fil janna. Tha kur do ta vendosim këmbën e djathtë tek porta e xhenetit të Allahu xhallahu ala, atje do të qetësohemi, atje do të rehatohemi. E kur të him në xhenetin e Allahu xhallahu ala, e do të hesim në për rrugët dhe sokaqet e xhenetit, do të shohim lumej, jo si lumej të kësaj dunjaje, do të shohim fruta, jo si fruta të kësaj bote, do të shohim pallate, jo si pallate të kësaj dunjaje, dhe do të themi elhamdulillah, alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falënderimi të qofshin ty o Allah, që na i largove çdo mbërziti, çdo hall. Kur do t'i shohim bukuritë e xhenetit, do të themi elhamdulillah, alladhi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha, fa ni'ma ajru al-'amilin. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na i la në trashëgimi i tokën e xhenetit. Me të vërtet Zoti në shumë bujar. O ju robër të Allahut, në atë ditë kur do të him në xhenetet e Allahut, do të themi elhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falënderimet i takojnë Allahut. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na udhëzoi për në këtë xhenet. Ne nuk do të ishim të udhëzuar, po mos na udhëzonte Allahu xhallahu ala. Atje o ju vëllezërit e mi, në xhenetet e larta të Allahu xhallahu ala, derisa jemi duke ecë në për rrugët e xhenetit, po na vinë me laqet e Allahu xhallahu ala dhe na pashpërisin në dëgjimin ton dhe na thon khuludun bila maut, ju këtu jeni për gjithmonë dhe kur më nuk do të vdesni. Dhe derisa jemi duke ecë në xhenetin e Allahu xhallahu ala, kur ja pa prit mëso ju vëllezërit e mi, çdo njeri prej nesh do ta sheh nanën e tij. Nanën e cila ishte shkak ndoshta që unë sot të jem në xhenetet e Allahu xhallahu ala. Me ato duaje që qohësht e natë dhe thonë të ja rob, bëj fëmijët e mi për banorëve të xhenetit. Atë nanë e cila nuk ndaleshte në dunja, vazhdimisht të thotë, o Allah, ruaj djemtë e mi dhe vajzat e mi e për zjarit të xhenemit. O ju vëllezërit e mi, çdo njeri prej nesh do ta përqafon nanën e tij, e që ndoshta këmbët e saj janë shkak që unë edhe ti sot jemi në xhenetet e Allahut, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot wal jannatu tahta qadamay al dhe xheneti është në këmbët e nënës. O vallahu im, duke ecë në për xhenetin e Allahut, do ta shohësh babën tënd dhe do ta shoh babën tim, do ta përqafoj atë. Melekët e Allahut do të përshpërisin, ju do të jeni përgjithmonë këtu. Lumturia nuk do të përfundon për ju. Do ta shohim atë babë për të cilin Allahu xhallahu ala tha dhe baba është porta e djathtë e xhenetit Allahu xhelle xhelalu. Ai babo ju vëllezër, që të ushqeu me halal, që bënte lutje për ty, dëshira dhe ëndra më e madhe e tij ishte suksesi yt në dunja dhe suksesi ditën kur do të dalim para Allahut azza wa xhel. Dhe ja o vallahu im, duke ecë në rrugët e xhenetit, atje çdo njeri prej nesh do ta sheh motra, e cila çohështë natën dhe trembeshte kur dëgjonte se të ka godit një e keqe. Do ta shohësh vëllahun tënd, do t'i shohim dashamirët dhe të afërmit ton. Dhe njëri pe jushë ju vëllezër do ta sheh djalin e tij dhe vajzën e tij që me duart e tij e vendosi në varr dhe e vendosi dheu mbi trupin e tij. Atje në xhenetet e Allahu xhallahu ala do t'i shohim ata. Duke ecë në rrugët e xhenetit o vallahu im, do ta shohim Ademin alayhi salam, babën e njerëzimit. Do ta shohim Nuhin, do ta shohim Ibrahimin. Është shansa dhe mundësia ju vëllezërit e mi këto pejgamberët e Allahut i përshëndesin për dorë. T'ju themi atyre selamu aleikum, për ne ju kemi përmend ju në dunja, për ne edhe i emërtuam fëmijët tanë me emrat e juj, për ju ishit shembulli dhe yrneku dhe shembulltyra i në jetën e dunjas. Dhe ja o vëllezërit e mi, duke ecë në për sokaqet dhe rrugët e xhenetit të Allahu xhallahu ala, do të shfaqet një fytyrë e bukur, e cila ndriçon shumë, dhe do të flasim mes njëri tjetrit dhe do të themi, po kush është ky njeri kaq i bukur? Dhe dikush do të na thotë, ai është Muhamedi. Unë edhe ti do të themi, Muhamedi, që unë u fale si faleshte ai, që unë agjerova si që agjeron të ai, që unë në dunja merja abdes si që mërë të ai, unë e vendosja shuplakën e djathë në fytyrën e djathë natën, fleja si shflen të ai, i bëja duajat para gjumi si që i bën të ai. Krijesa më e dashur në zemrën time në jetën e dunjas ishte ky është ai. Po do të thonë, ky është ai. Dhe do të shkojmë dhe do ta shohim pejgamberin e Allahu sallallahu alaihi wasallam. E që kur u pyet dikush për dietarëve të hershëm o imam, na i përshkruaj xhenetin. Tha fiha Rasulullah, në të është pejgamberi i Allahut alaihi salatu wassalam. Do ta përshëndesim pejgamberin e Allahut, do ta përqafojmë pejgamberin e Allahut.
lumë për ata njerëz që do të hinë në xhennetet e Allahu xhelle xhelalu. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun, pastaj falenderojmë Allahun, pastaj falenderojmë Allahun. Dhe derisa jemi duke ecë në për rrugët e xhenetit o vëllahu im, kur dikush do të na thotë, sot është e xhuma. Sot është e xhuma, po ne na kishte tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në xhuma do ta shohim Allahun. Si, do më thënë sot do ta shohim Allahun xhelle wa ala. Atë Allah që para të ram në sejdë me vite dhe me vite. Atë Allah që para të abstenova nga ushqimi dhe pija në Ramazan. Atë Allah që për ta pa një ditë atë Allah e ulëm shikimin nga harami në dunja. Do ta shohim sot që ka dita e xhuma në xhennetet e larta dhe ne do ta takojmë Allahun xhelle wa ala kur ja pa prit masoj u vëllezërit e mi një thirrës të re dhe thot ja ahlal janne, o ju banor të xhennetit, inna rabbakum yastazirukum fahayya ila ziyarati. O ju banor të xhennetit, Allahu kërkon për ju ziaretin dhe vizitën, andaj ajdeni qohuni, ngrituni pe koltuqeve të juja dhe ejeni që ta vizitoni Allahun xhelle xhelalu. Dhe do ngritemi ju vëllezërit e mi, unë edhe ti së bashku, me grupe dhe turma njerëz, duke shku në mejdanin e madh të xhennetit, atje ku do të shfaqet fytyra e bukur e të madhit Allah te bareke ve teala. Në atë moment kur Allahu xhelle wa ala do thot selamu alejkum o ju banor të xhennetit, dhe ne do t'i themi Allahumma entes selam wa minke selam tebarekte ya dhel xhelali wal ikram. O Allah, ty je selami, prej teje vjen selami dhe paqja, i lartësuar qofsh o Zoti im. Allahu xhelle wa ala në atë moment do të më thot dhe do të thot ty, o ju banor të xhennetit, a dëshironi ma? E ne do t'i themi ja Rabbi, e çka më shumë se ajo e që na i la në trashëgimi tokën e xhennetit. Atje takuam nanën edhe babën, atje i takuam dashamirët tan, atje i pam pejgamberët e Zotit. Allahu xhelle wa ala do të thotë ej banor të xhennetit, a dëshironi diçka më shumë se ajo? E ne do t'i themi e çka ka më shumë se ajo ja Rabbi? Atëherë Allahu xhelle wa ala do thotë e a dëshironi që të më shihni mua? Atëherë të gjithë banorët e xhennetit pa përjashtim, e qofsha unë edhe ty o vëllahu im prej tyre, do të themi Allahumma arina wajhak, Allahumma arina wajhak, Allahumma arina wajhak. O Allah, na i mundso që ta shohim fytyrën tënde. O Allah, na i mundso ta shohim fytyrën tënde. E vëllahu im, a di çka do thotë o vëllezërit e mi që ta shohim fytyrën e Rahmani xhelle wala? Do thotë o ju vëllezërit e mi që në xhenet ta shohim fytyrën e atij për hatët të së cilit ne sakrifikuam gjithçka në jetën e kësaj dunjaje. Do të vjen pra i moment o ju vëllezër që është momenti më i rëndësishëm për banorët e xhenetit, ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fama u'tiya li ahli al-jannati ata'an khayran wa awsa' min an-nadhar ila wajhi Allah. Nuk i është dhënë banorëve të xhenetit diçka më e madhe dhe më e bukur se sa shikimi në fytyrën e Allahu xhelle wa ala. Në atën edhe ditën lutesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë Allahumma inna nes'aluka ladhata an-nadhar ila wajhik. O Allah, na i mundso që ta shohim kënaqësinë e fytyrës tënde ja rabbel alamin. Dhe në anën tjetër o ju vëllezërit e mi, dënimi më i madh që do t'ju jepet banorëve të xhenemit është se ata nuk e shohin Allahun te bareke ve teala. Allahu xhelle wa ala thot në Kur'an kella innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Asesi, pra ata do të jenë të privuar dhe nuk mund ta shohin Allahun subhanahu wa taala. O Zoti i bukur xhelle xhelalu, ashtu siç ne i ke zbukuruar zemrat tona me iman, na i kënaq syt tona o Allah me shikimin në fytyrën tënde në xhennetet e larta ja rabbel alamin. O Allah, bëje ditën më të bukur tonën, ditën kur të përgëzohemi me xhenet, dhe momentin ton më të mirë, momenti kur ta shohim fytyrën tënde ja dhe xhelali ul ikram.